Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet bima magjike që i ka habitur mjekët, të gjithë duhet ta keni në shtëpi. Gjuetia për barishtet, perimet dhe frutat e egra duket se është kthyer në një trend në qytetet urbane të Shqipërisë, por në zonat rurale kjo traditë ka zanafillën prej qindra vitesh. Banorët e këtyre zonave kanë zbuluar me kohë çdo gjë të ushqyeshme që na ofron ne natyra bujare e Shqipërisë. Një nga këto produkte të mrekullueshme që ofron natyra është padyshim mëllaga, e cila rritet në çdo cep të Shqipërisë. Na duhet të pranojmë që mëllaga nuk është mjaftueshëm e vlerësuar në vendin tonë. Ajo është pjesë e familjes botanike që përfshin edhe bamjen dhe trëndafilin e egër. Të gjitha këto produkte kanë të njëjtat vlera duke i dhënë organizmit përfitime të mrekullueshme. Në vendet perëndimore, mëllaga ka marrë famë fal vlerave medicinale të saj dhe jo aq për përdorimet në kuzhinë. E vërteta është që mëllaga është një kurë fantastike për çrregullimet në sistemet respiratore dhe tretëse, duke frenuar çdo lloj bllokimi të mundshëm. Njerëzit të cilët të vuajnë nga astma dhe bronkiti munden që të përfitojnë nga mëllaga, e cila ka një efekt pastrues për mushkëritë dhe përfytin. Të njëjtin funksion mëllaga luan edhe për zorrët, duke shërbyer edhe si një laksativ. Mëllaga është shumë e mirë për të pastruar trupin brenda dhe jashtë. Në përdorimet e saj në lëkurë, mëllaga e bën atë të butë si mëndafshi dhe gjithashtu arrin që të shuajë irritimet. Në Shqipëri, mëllaga njihet si një bimë medicinale e egër, por kohët e fundit ka filluar që të kultivohet. Shtrihet nga zona bregdetare deri tek ato malore të mesme. Njihen si varietete mëllaga e bardhë, mëllaga e pyjeve, mëllaga e zakonshme dhe mëllaga e zezë. Lulëzimi fillon gjatë stinës së verës dhe deri në fillim të vjeshtës. Mëllaga nuk ka kërkesa të veçanta, ndaj mund ta mbillni edhe në vazo dhe periudha e rekomanduar e mbilljes është muaji i shkurtë dhe mars. Në vendin ton, froni i mëllagës qëndron pikërisht në kuzhinë. Shpesh trajtohet si spinaqi dhe shpesh vlerësohet akoma dhe më mirë se ai. Gjethet e mëllagës mund të hahen dhe të gjalla. Gjethet e mëllagës gjithashtu janë të bekuara me zgjuarsinë e duhur për të mbledhur përfitimet më të mrekullueshme të natyrës. Mëllaga është e vetmja bimë mjekësore e cila nuk jep asnjë efekt anësor pavarësisht sasisë së përdorur apo të shtrydhur. Organizmi juaj do të përthithë vlerat më të mëdha shëndetësore. Mëllaga është e vetmja bimë mjekësore e cila është një pastrues i fortë. Përgatitet duke zier për 20 minuta në 1 litër ujë 3 lugë mëllage të thërmuara. Këshillohet që ju të pini një filxhan prej këtij lëngu 3 herë në ditë, të ëmbëlsuar me mjaltë. Receta e javës. Mëllaga kërkon më shumë kohë për të gatuar se barishtet dhe bimët e tjera. Kërcenjtë e saj nuk mund t'i gatuani, ndaj përqendrohuni vetëm tek gjethet. Zgjidhni një qep mesatare dhe prijeni atë në copëza të vogla. Kavardiseni më pas në vaj ulliri. Shtoni fara të shtypura koriandër. Pasi të jenë shkrirë së bashku, shtoni 2 ose 3 thelpi hudhër të grira holl. Shtoni gjethet e mëllagës, 3 deri në 4 lugë bollgur, 4 deri në 5 domate të thara të grira holl. Përzieni mirë masën dhe më pas shtoni ujë derisa të mbulohen gjethet. Shtoni gjysmë lugë krip dhe mbulojeni tenxherën me kapak. Lëreni masën që të zijë derisa lëngu të jetë shtëruar krejtësisht. Domatet e thara përbëjnë një kontrast me shijen e mëllagës, ndërkohë që bollguri sjell ekuilibrin e duhur në shije. Ju bëft mirë. Të ushqyeshme janë të gjitha pjesët e saj, rrënja, gjethet dhe lulet, por më së shumti përdoren rrënjët dhe gjethet. Përveç mukusit, mëllaga është plot me pektin dhe tanin,
si edhe minerale të shumta. Më shpesh përdoret në formën e çajit, e cila ndihmon kollitjen dhe bronkitin. Me të mund të shpëlahen edhe hundët e zëna dhe gjithashtu të zbutet edhe dhimbja në fyt. Çaji i mollagës rekomandohet për njerëzit të cilët kanë digje dhe dhimbje gjatë urinimit apo mbajtjes së urinës. Në kombinim me kamomilin, siguroni që të lehtësoni kollon e duhanpirësve dhe ajo mundet të përdoret gjithashtu për të trajtuar ulçërat dhe hidratimin e lëkurës së thatë ose të irrituar. Përveç se si çaji, mollaga mund të jetë edhe përbërës për ëmbëlsira, për shkak të strukturës së saj ngjitëse dhe vetive të sfungjerit, si edhe përqindjes së lartë të sheqerit. Në perëndim ka kohë që është përdorur për të përgatitur ëmbëlsira. Gjithashtu, mollaga është pikërisht një nga ato produkte të mrekullueshme që na ofron natyra dhe që rritet në çdo cep të vendin tonë. Na duhet që ne të pranojmë që mollaga nuk është e mjaftueshëm e vlerësuar në vendin tonë. Ajo është pjesë e familjes botanike që përfshin dhe trëndafilin e egër. Mollaga ka veti antiinflamatore, qetësuese, zbutëse, ekspektorante dhe në saj të substancave të tjera galaktozë, kalcium, kalium, vitamina A, B1 dhe C, taninet. Kjo lule është e njohur kryesisht për trajtimin e sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes, kollën, azmën, sekrecionet, skuqjet e bajameve dhe gjithashtu të liron hundët dhe hap bronket. Në përgjithësi, ajo është e dobishme për të gjitha membranat e mukozës, edhe ato të sistemit të tretjes, gojë, ezofag, stomak dhe zorë, përveç fytit dhe zgavrës të gojës. Çaji me mollag është një ilaç jashtëzakonisht i suksesshëm kundër gastritit, ezofagut dhe vështirësitë të cilat munden që të ndodhin gjatë procesit të tretjes. Çajin e mollagës ne do ta gjejmë shpesh të pranishëm në çajin e mbrëmjes. Mes superfuqive, mollaga nuk mund të mohohet edhe vetia e saj qetësuese dhe relaksuese, sidomos edhe tek infeksionet urinare të femrat, të cilat janë të dobishëm për gargar dhe për të luftuar problemet dentare, për djegje, ekzema, kafshimet e insekteve dhe gjithashtu për sy të lodhur dhe të kuq, lëkurë të thatë dhe gjithashtu duhet të keni parasysh se mollaga konsiderohet edhe si një rigjeneruese e qelizave. Ajo e ndihmon trupin ton që të prodhojë qeliza të reja dhe në të njëjtën kohë kufizon në rritjen e qelizave të këqija ose të tumorit. Për përgatitjen e çajit është mjaft e lehtë si procedurë. Merrni një lugë me bimën e thatë dhe valoni në ujë për pak minuta. Kullojeni çajin dhe duhet që ta pini atë ende të ngrohtë në mbrëmje para se ju të shkoni për të fjetur. Për më shumë përfitime për rrugët e frymëmarrjes ju duhet që të shtoni edhe mjalt. Mirëpo, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse gjendja juaj është kronike dhe zgjat në kohë dhe këto kura nuk kanë sjellë asnjë përmirësim në shëndetin tuaj, e mira që ju mund të bëni është që të paraqiteni tek mjeku juaj për të marrë trajtimin e duhur dhe diagnostikimin e duhur në bazë të rastit apo të problemit tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.